Teksa kontrollet u bën dhe doktori u gjet, mungonte pjesa kryesore, financat. Gjithçka ndryshoi me një telefonat. Një ditë prej ditëve, Anisa po më thret në telefon duke qajt. Edhe me thonë drejtën njëherë friksova se çfarë ka ndodhur. Një emocionu te mase. Po Anisa ka qenë duke qajt në telefon, se nuk ju besojke, thojke se si ka mundësi që nuk shkoj një javë nga emisioni dhe mu po më realizohet operimi. Edhe më ka thonë, e dona mundemi të i njëjti mjek që kemi bisedu në spitalin amerikan me bën operimin, kështu që me njëherë e kom kontaktu drejtoreshën e spitalit Esmeraldën, edhe kemi caktu terminin. Mjeku e ka shty biletën sepse ka pasur për të udhëtuar drejt Londrës, e ka shty biletën edhe kemi caktu datën për operimin e Anisës. Padyshim kemi shkuar disa ditë më herët ku Anisës ju kanë kryer të gjitha analizat të tjera që duhet para hyrjes së operimit. Kanë ardhur edhe familjarët e Anisës, ka qenë një emocion i papan që unë e kom pa, ka pas lot gëzimi, lot zhgënimi, lot edhe frike. Ditën e operimit, kur Anisa është futur në sallën e operimit, ka qenë një para korridor që nuk lejohet me hy tek salla e operimit, që ato mu leju mua të hy, bashkë me ekipën, pasi që ideja gjithsoj ka qenë që me qenë transparent me publikun, edhe me imbajt në një vi, me informu për gjithçka. Çdo herë që unë kom dalë nga ajo sallë, edhe e kom pa që prind e Anisës, familjarët e saj, ka gësyer me një frikë, se mos ka ndodhur diçka, dhe vazhdimisht i thoshta që jo, bisedova me infermierët, jam duke mbajt në kontakt, në informim gjatë gjithë kohës, operacioni është të shku shumë mirë. Momente e parë që unë kisha një lëvizje, ata më njëherë pyetën që a unë gjithçka në rregull, mos ka ndodhur diçka. Edhe lajmi më i mirë ka qenë momenti kur ka dalë doktori turk, që ka qenë duke kryer operimin, edhe ka dhënë lajmin që operimi është kryer me sukses.